Të rinjtë e qytetit të Vlorës e vetmja mundësi që kanë për të kaluar kohën e lirë, për të mbledhur dhe organizuar me njëri tjetrin janë vetëm kafet, pasi në qytetin bregdetar mungojnë qendrat rinore për këta të fundit, ku ata mund edhe të aftësojnë, por njëkohësisht kalojnë kohën e lirë dhe argëtojnë. Në qytet, ndër vite nuk ka pasur asnjë përpjekje për shtimin e qendrave rinore, të cilat nga viti në vit po shkojnë drejt mos ekzistencës. Të mjafton të bësh një shëtitje në rrugët e qytetit të Vlorës për të atakuar nga afër këtë realitet. Në qytetin bregdetar, shumicën e të rinjve e gjenë sot vetëm në kafe, me bar kafet e qytetit, të cilat janë gjithmonë plot, ku 80% e klientëve të tyre i përkasin të rinjve në moshën deri në 30 vjeç. Këta të rinj, të cilët çdo ditë qëndrojnë në kafe edhe për të kaluar kohën e lirë, dhe pse jo, për të takuar me miqtë e tyre dhe për të biseduar, pasi edhe nëse do të kishin dëshirë për të kryer një tjetër aktivitet, mundësitë në qytet mungojnë. Në qytetin bregdetar të Vlorës, sipas informacioneve, është sot vetëm një qendër rinore e pamjaftueshme totalisht për brezin e ri që ka Vlora. E pamjaftueshme që një qendër e vetme rinore, megjithëse në menaxhim privat, të mundet të përballojë dhe të ofrojë diçka ndryshe për ta ndryshuar këtë realitet për të rinjtë e qytetit, të cilët janë të shumë në numër. Nëse të rinjtë kanë dëshira sot për të aftësuar profesionalisht, krahas shkollës nuk e kanë këtë mundësi në Vlorë. Gjithashtu, nuk kanë asnjë vend se ku të takohen me miqt, konsultojnë ide të reja, diskutojnë mbi tematika të ndryshme apo marrin pjesë në trajnime. Madje theksojmë edhe faktin se qendrat rinore të cilat janë në menaxhim nga qeveria shqiptare apo institucione lokale në Vlorë mungojnë prej vitesh. Në Pallatin e Kulturës Llabëria, 4 vite më parë, funksiononte një qendër rinore e cila menaxhohej nga qeveria shqiptare dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, por edhe kjo qendër prej vitesh ka mbyllur dyert, jo vetëm që nuk funksionon më, por edhe ambientet e saj po kthehen në galerinë e arteve në qytet. Qendrat rinore për brezin e ri dhe vetë qytetin e Vlorës janë shumë të rëndësishme për faktin se ato ndikojnë pozitivisht në edukimin e të rinjve dhe aftësimin e tyre profesional. I mësojnë këtyre të fundit punën në grup, por edhe si të ndajnë ide të reja me të tjerët, si dhe të kultivojnë nisma ide inovative. Mbi të gjitha, i motivojnë ata që të ndërmarrin nisma, të bëhen pjesë e profesionit dhe të krijojnë bizneset e tyre. I mësojnë më tepër forcën brenda vetes, forcën e grave dhe vajzave në sipërmarrje, duke i bërë të pavarur si në ide, por edhe ekonomikisht, gjë të cilën nuk e bëjnë sot bar kafet e Vlorës, pavarësisht numrit të tyre tepër të lartë.